Azdren Shala ban thirrje publike për vrasjen e Avni Deharit. Sot me një mision në Klan Serbia, drejt për drejt, ban thirrje për eliminim fizik të Avni Deharit. Vesh ngone, para se me bonaj koment, ngone se nuk po foli one, po fol ky vet. Veç këshirën Albin Kurti pse e ka të mundur me po, sepse ish partit opozitare, me një farë forme, po ndihen në faj, për faj që se kanë bo. Tje për shembull, rasti ma monstruos për mua është, rasti ma eklatant është qysh e respektojnë Avni Deharin. Si ku këto parti... Çka mi bo Avni Deharin? Si ku këto parti mund ndihen në faj, për vdekjen e Asrit Deharit akuz shpifje në slesh që e ka bo Albin Kurti PDK-s, LDK-s, QPSA-s atko, e këta po njën fajtor për një krim që se kanë bo. Pra Avni Dehari respektohet miti që ka një Albin Kurti. Miti vetëm do të thosh që Avni Dehari është një babi përvujtur që i ka dhonë 2 djemë të kombi. Në fakt, Avni Dehari është një matrapas i cili ja të rëzën tragedin familjare. Albin Kurtit, një matrapas i tjetër, por në përdor një që ligjërim moralist me nga njëje mbi rrezikun ku pushteti kalon nga demokracia në shteti, kalon nga demokracia në diktaturë. Avni Dehari nuk ka kur pak kontributë për këtë vendi. Ajo një njeri që i ka pas 2 djemë, të cilit i kanë vdek fatkeqësinë e vet çfarë ka pas, edhe na nuk do të pas fije respekti. Ndaj atij personi normal. Po është një për personave të votuar dhe të zgjedhur. Po nuk ka lidhje. E votuar. I votuar më kanë edhe ku Blasniqi. Po deri që ky Albin ja kap mikrofonin e Jakupit dhe ja shkruaj sekret kur ky ka pretenduar që ka rrezik për Kosovën. Pse s'dalin këta minimumi me ja shkruaj mikrofonin atij më trapazi plak që e mban kuvendin peng, por llogarit Albin Kurti. Jo, të kujdes, lutem. Minja që ngon gjë. Nëse ka diçka, unë e paguaj koston. Pra, duhet me bo aksione fizike, mja pa mundësu këtu në njerëve me majtë pek kuvendin. E që të nalëm, aksione fizike. Aksion fizik është me eliminu njerin, se ndryshe aksion fizik, nuk e di shka është tjetër aksione fizik. Aksion është fizik për mu, është me vra njerin, që mos me mujtaj me shku, nesër a mas nesër, mos me mujt me shku në parlament. Po në nuk po kuptoj çfarë mlefi ka ky njeri, ky farë u dëbashi, me thonë eliminim fizik njerit një njerit më shumë, ban që me respektu, sa nuk është as kryetari i parlamentit, as nuk është një njeri që udhëheq një parti, është një deputet, një njeri shumë i sjell, shumë i kështyr punët e veta, hajnë nuk është, se shumë njerë po thënë, jo po shka ka bon për Kosovën. E bodhë që s'ka vija njeri, ka dhonë 2 djemë të tina, sa ka pas mundësi njeri ka dhonë, edhe ka punu për Kosovën, po më rëndësi është që aj Korbre nuk ka një aferë vogël, që me thonë i vjedh 100 euro ose 200 euro në emën të fëmijëve të vetë. Qohen ta matrapozat e Klan Serbijës, me pevaqica që i kanë mrana me këto farë gazetarët që paguën drejt prej Serbijës, qohen edhe lypin eliminim fizik të Avni Deharit. Vesh pse kanë gjetë njerin e urtë, vesh pse kanë gjetë njerin që s'ka mbrojtje, se të kish pas një 6 djema ja kish kërdhy krejt ka i ka listën e dashme s'tina, po nuk e ka i ngratë e kërkan edhe këta i gjuhën tani në shpinë ta hajnë njerin, se s'u na banaj kur gjon. Po jo, bër nuk shkon shto, do të njeri pak me pas respekt. Me thonë ka dale vrëse, nuk ka faj njeri për problemet e parlamentit. Është njeri ma vjetër në parlament, është me ligj edhe me kushtetu qaj me udhëheq qatë farë. Ai nuk e di çfarë rëndësie ka tjetër, veç me qelë edhe me mshel qatë seancë. Ai nuk vendos kur gjon, bash hesh kur gjon, bre, a votohet, as votohet. Ai është si thjesht një njeri që i ka rani më bon ato më ullë qatë korrik, pëse është me vjetëri. Po jo, pëse është kryetari i kuvendit. Qohen, e përshtërsojnë, e denigrojnë këta farë bete o të bashav, shpionave, që babgjyshe kanë pas shpiona, që kur njetën e vetë familjaresht nuk kanë dhonë sen për Kosovë, veç e kanë vjedhë Kosovën, del, thet,
as tret deharin do të me eliminu fizikisht. Qëto sana unë për veti nuk përmoj me dëru, edhe së përmoj me kuptu. A kem shtet më na, as kena më bon kur shtet, a shka puna jo në shtu se nuk shka në burë, nuk shka në kështu. Qysh e lejon mas pari një televizion publik, me dal një njëri, një pevaqic, me dal me thona të fjale, me eliminu fizikisht njëri një plak, që s'ka të bajnë kur gjome me këto... Unë s'përmoj me kuptu. A ka prend këj djale, a s'ka, a shka pëdi unë, me thonë, ka dole bre se mos akuza njerin, mos bati republike me vra njerin, se nesër del dikush nështë për me vrat njerin. Se kër e forcën për çdo ditë të përsërit, vrane, edhe del dikush në budalla dhe vran krejt. Do të më nalë me këto propagandat flesta. Të shkon në kryetari partije që i ka një s'pëdi një 20% votave në sen, po kjo as 0,1% s'ka votave, këta në kloshartë që anën të poshtë për pjetë veti shtate kanë qelë një parti që ashtu, edhe veti shtate është të mërmenja që e kanë fitu zgjedhjet para 3-4 mujtë dite. Nuk banë bërë kështu. Nëse, unë ju pres në komente edhe krejt ata që këshyrin videon, me ma bon subscribe për video tjera, respekt për gjithë juve që unë dimoni që videot e mija me hetë sa ma shumë për para, monol, nuk e kam nërmen monol, unë nuk poshtoj kur gjon, as nuk piqes prej vetit, po janë fakte që këta veti përsëritin, veti thujnë, edhe ta një thujnë, jo për thët deputeti, jo mërë s'patamone, kë për thët. Kë njeri vetë për thët që do të me eliminu, që mos me lonë nesër mas nesër, avni dehari me shku atje. Tash jo, po këtë kanë me thonë, jo, po pëse për thu ti. Pëse është e pa besushme, është me një njeri në televizion kombëtar, me thonë këto fjallë për një njeri që s'ka asë një vrejtje dhe i sot. Në që se dikush dele, gjanë, një hajni, një vrejtje për avni deharin, unë e burë për kësej për kati trejt, për bipur se për mes nuk për di shka me thonë t'i popli. Nuk është normal me leju që asë pevaqice me dalë në televizor për çdo ditë. Në drek, mëngjes, mramje, pevaqicat e kanë rukë për para Kosovën, na tranun.